Mirë, jemi bashkë në një tjetër moment të programit Kosova Today, të flasim naturisht për zhvillimet në Serbi, parashikimet që mund të ndodhin në fakt për datën 1 nëntor, po gjithashtu edhe për një fest që të ngjan më shumë në ato mitingjet e viteve 90-ta, ku naturisht këndohet për Kosovën, kërcënohet Kosova dhe quhen mesazhe politike. Pra mund të përkthehen kështu në fakt. E në anën tjetër, çfarë paralajmërime serioze ka marrë Vučić për fatin e tij politik përpara 1 nëntorit? Flasim gjerë gjatë me këtë tjetër përpas Besnik Tahirin, gazetaren Klan Kosova, autor i programit Infomagazin. Mirë se vjen. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po e nisëm nga ky moment në fakt, një video e cila qarkulloi dje, çka ishte kjo mbledhje në realitet? Partia përparimtare serbe, do thëtë SNS-ja që udhëheq që e ka themelu Vučići, masi që ka dalë për partisë radikale, tash që e mban pushtetin në Serbi tash e 13 vjetë, Pardje e kishte festën kishtare që quhet Premtja e Madhe. Në serbisht i bjen Sveta Petka. Dhe tash këta ishin eksaltuar, ishin krejt të dehur shumica atyre, edhe në këtë pamje Ana Brnabić, sekretare e parlamentit, do të mja theksua, edhe postin që e mban është pothuajse e dehur, dhe bashkë me ministrën për familje Milica Đurđević Stamenkovski e këndojnë këngën për Kosovën tokën e shenjtë, e kështu me radhë që kudo që shkojnë në botë, Kosovës i kthejen sepse është toka e shenjtë, e kështu. Kurse pjesa tjetër e skandalit të këtyre këngëve është në selin e SNS-s, ku i këndohet një këngë vërtet qetnike, me vargje qetnike, që qetnikët kanë kënduar në vitet e 20-ta, pashtu edhe më vonë, por sidomos në vitet e 20-ta, kur ka qenë Draža Mihajlovići, i këndojnë Vučićit. Edhe i thojnë lumja nana serbe që të ka lindë, për shkak se ti po e mbron krejt Serbinë, që shtu diçka i bjen në gjuhën Shqipe të përkthehen këto vargje, dhe aty kanë qenë kryeministri i Serbisë, aty ka qenë ministri i punëve të brendshme, aty ka qenë ministri i financave, aty kanë qenë, do thot, e gjithë nomenklatura pushtetare e Serbisë kanë qenë në atë festën e shëmpremtës. Shëmpremtës, po. Dhe a duhet marrë seriozisht në fakt, janë pjesë një feste me alkohol dhe pra me këto rituale që kanë bërë, apo sepse në prag të 1 nëntorit edhe provojnë të rrisin këtë ndjenjën nacionalizmet? Serbët e kanë tallën me njëri tjetrin, thonë që kur dënë me pa një serb që është i vërtet, ai duhet me qenë i dehur. Do thot me pa çfarë qëndrime shka. Prandaj këto nuk janë edhe për mos me i marë seriozisht, për shkak se këta njerëz janë në pushtet, do thotë e kanë pushtetin absolut në Serbi, dhe me patjetër ndërlidhen me ato që ka po ndodhë, për shkak se Serbia mbrëm e ka dhënë urdhrin që rrugët kryesore për në Novi Sad që quajnë, mbyllen. Do thotë tash do të qëndrojnë 3 ditë të mbyllura, dhe kjo është një prej vendimeve ma dramatike që e merr pushteti në Beograd, për përgatitjen që po e bën për të përballur të shtunën me protestën masive e paralajmëruar pra me 1 nëntor në Novi Sad. Dhe mbyllja këtyre rrugëve e pamundson numrin e madh të protestuesve më pas, sepse e vështirëson? Jo, e vështirëson për shkak se ata që kanë pas ndërmend me shku në Novi Sad, për shkak se shihet si një nga ditët më kritike në 13 vjeçin e fundit në Serbi, kështu konsiderohet edhe me dokumentat të fushës sigurisë. Prandaj edhe është ideja që këta thonë që duhet të mbyllim rrugët, dhe ajo agjencia shtetërore që menaxhon rrugët e Serbisë i ka mbyllë të gjitha. Tash pritet të ndalet edhe treni i cili qarkullon nga Beogradi në drejtim të Novi Sadit, që tua pa mundsoj kritikëve edhe kundërshtarëve të regjimit të Vučićit për mos me qenë të pranishëm të shtunën në Novi Sad, për shkak se e kemi folë para disa jave që është dokumenti i Sergej Narishkin, që është drejtues i agjencisë punëve të jashtme të inteligjencës në Moskë, tash e ka nxjerrë edhe dokumentin e dytë dhe i thotë Vučićit që vërtet ki kujdes, sepse 1 nëntori mundet me qenë dita kur ti e ki fatin, si kurse ka pas ish presidenti i Ukrajinës Januković, të cilin e rrëzuan populli pro-evropian dhe pro-perëndimor, por rreziku pro-perëndimor dhe pro-evropian nuk ekziston shumë,
për shkak se në një shkrim që kishte intelektuali i njohur serb Rade Velanovski dje, thoshte se ta protestuesit, studentët do thot nuk po din qysh mi u qas, sidomos shtetit e Kosovës që është shteti i pavarur dhe sovran, dhe këtu është kriza e madhe në shoqërinë serbe. Një krizë identitare, po ta shosh në terma filozofik. Megjithatë, e ka marrë seriozisht këta alarm Vučić që i vjen nga Moska, sepse më pas edhe teoritë ndryshme se prej kujt kontrollohet në fakt protesta apo studentët. Një krah thotë se mund të jenë të nxitur nga perëndimi, një krah tjetër thotë se mund të jenë të nxitur nga vetë Moska zyrtare. Kush realitet po i kontrollon dhe a e bën këtë të dyshoj në fakt vetë Vučić? Po këta dyshojnë me njëri tjetrin, do thot edhe në këtë fesën këtu, këta persona do thot nuk i besojnë njëri tjetrit. Natyrisht publikisht thonë që janë partner koalicioni, janë aleat, janë shoqëri e kështu me radhë, por nuk i besojnë. Vučići nuk i beson askujt sa i përket strukturës së vet, përjashtra Ana Brnabićin, të cilën e ka krijuar pothuajse. E ka krijuar vetë dhe e ka besnikën më të madhe në qeveri, përndryshe të tjerë nuk i beson fare. Rusëve është e vërtet që tash po ju beson shumë më shumë, sidomos pas asaj që ka ndodhi, pas asaj që prodhoi takimi i presidentit të Serbisë në New York me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, i cili ja bëri të qartë qëndrimet amerikane, sepse tash përpos sanksioneve për industrinë e naftës së Serbisë nis për shkak të pronësisë 50% plus që e kanë rusët, në dhjetor vjen vala e dytë e sanksioneve amerikane për Serbinë dhe do t'jenë këto sanksionet të shkallës së dytë dhe Serbia është e dërmuar në këtë aspekt vetëm një muaj që u vendosën, as një muaj nuk i ka që u vendosën sanksionet për nisin, tash paralajmërohen që në dhjetor do t'jenë sanksionet të shkallës së dytë, do thotë sa i përket bankave serbe. A do t'jetë prolongim të zbatimit të këtyre sanksioneve, se në të parat kishte goxha prolongim, si kur kishte një koshtes për... E vërtet që kishte koshtes 3 herë ka pas koshtes, mirë po Washingtoni ma nuk jep koshtes, për shkak se Rubio i bëri të qartë në takimin e New Yorkut, prandaj presidenti serb as nuk shkoj në pritjen tradicionale që e bën presidenti amerikan, kush do qoftaj, në margjinat e asamblesë përgjithshme të OKB-s që mbahet në shtator që u mbajt, do thotë ai nuk shkoj fare në takim me presidentin Trump dhe zonën e parë Melania Trump, sepse e tregoj vetë, tha, nuk do të mund të shkoj aty, sepse kisha krizë pothuajse nervore, sepse çka kishte dëgju prej Rubios, i cili kishte bërë të qartë dhe sipas gjitha gjasave nuk do të ketë shtyrje të këtyre sanksioneve të shkallës së dytë, i cili tash e godet sistemin bankar që është vendor, do thot bankat të Serbisë, jo bankat ndërkombëtare të cilat funksionojnë në Serbi, mirë po bankat vendore të cilat i kanë janë relativisht të fuqishme në Beograd. Dhe si shpëton në fakt nga ky kërcimi i 1 nëntorit, çka ndodh të shtunën? Po të shtunën do të ketë, sipas gjasave, do të shohim shumë epizode të dhunës mes njëri tjetrit, për shkak se janë të gatshëm njësitë të ndryshme paramilitare. Njësit i famshëm i Radojićit është më se gati për të përballur me protestuesit, po ashtu bia serbe është plotësisht e gatshme. Para disa ditëve aty në ju rodhi aksidentalisht një dokument, pastaj hoqën atë dokument të krejtësisht, dhe po ashtu dje ka dalë agjencitë ndërkombëtare raportojnë se qysh ka dalë dhe është dëshmuar që bia serbe e ka përgjuar një parti opozitare për 6 muaj. Do thotë, edhe jetën private të tyre ua ka përgjuar se lere më selin qëndrore që e kanë lëvizja e qytetarëve të lirë, kështu thirrët në gjuhën shqipe. Dhe prandaj ai do të bëj gjithçka që është e mundur që ta mbaj pushtetin, të paktën edhe një vit, sepse sipas gjitha gjasave Serbia në 2026 shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme edhe presidenciale edhe parlamentare. Herën e fundi që ishe në fakt në studio diskutuam për atë atentatin që ndodhi përpara parlamentit serb, për atë tentat, a do të inskenojnë diçka të tillë të shtunën? Është shumë e mundur inskenimi i tillë.
sepse edhe blokimi, do thot ndalja e transportit nga Beogradi në drejtim të Novi Sadit, jo vetëm për Beogradi, por edhe për qytetet e tjera të mëdha të Serbisë, është shumë indikative dhe prandaj ekziston një frikë e madhe, sidomos tek ta studentët, do thot gjenerata e re që do t'ju bëjë diçka shteti tyre, për shkak se Serbia ka një traditë të errët të përballjes me protestuesit, sidomos njerëzit që janë në pushtet. Miloševići u kishte nxjerr tankset, do thot para gati 30 vjetëve, kurse Vučići përpas tankseve u kanë nxjerrë edhe njësitë paramilitare, të cilat po i sulmojnë këta protestuesit. Prandaj është 1 nëntori është një nga datat më kritike në historinë e 13 vjeçit që SNS-ja, Partia Përparimtare Serbe, e mban pushtetin me dorë të hekurt në Serbi, dhe prandaj kjo është një nga elementet ose ditët kur mund edhe të filloj thyrja e madhe e kësaj partije, sepse pastaj ka teori të ndryshme, jo konspirative, por të vërteta politike, që se kush do ta marrë pushtetin pas SNS-s, do ta ketë për shembull një detyrë shumë kritike, e që është dorëzimi i grupit të Radojčićit dhe të tjerëve që e kanë kryer sulmin në Banjsk me 24 shtator të 2023-s, sepse ata demokratët që ardhen mas Miloševićit e kishin me detyrë me patjetër nga ndërkombëtarët që të dorëzonin kriminalet do thot për të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në luftën e Kosovës, siç ishte vetë Milošević, pastaj generalet tjerë, e kështu me radhë, kurse te lidhja ruse dhe serbe e kishim të dielën formimin e shoqatës ruse, dhe aty ishte i pranishëm Vulin, pastaj ishte shumë indikative dhe e keqe për rajonin dhe për Kosovën, sidomos prania e kreut të Kishës Ortodokse Serbe Porfirije, aty ishte i pranishëm, dhe me video lidhje u lidh Sergej Narishkin, që është shefi i kësaj agjencisë së inteligjencës së jashtme të Rusisë, personi i cili ka shkruar këto 2 dokumentet, ja ka shkruar Beogradit dhe i thëtë se me 1 nëntor keni kujdes sepse ju pret fati i Ukrajinës dhe i presidentit të atëhershëm të Ukrajinës, Viktor Yanukovych. Mirë, në fakt, to janë paka shumë parashikimet, me gjithatë të shtunën në Saura njësë gjithë shkatje, kur do të njësë pra marshe, protesta, parakalimi? Gjithë tash janë njerëzit që po ecin këmbë prej qyteteve të ndryshme, po ecin këmbë me ma shumë se 100 km, 200 km, dhe të shtunën në mëngjes fillon mbledhja e madhe, kurse në mbrëmje pritet që t'jetë kulminacioni i protestës masive, dhe aty pritet sa po të bie therë, pritet incidente të mëdha, të cilat sipas gjitha gjasave, jo gjitha gjasave, por është e vërtet që edhe shteti do t'i provokojë vetë për t'u ulur prestizhin dhe rëndësin qëtyne protestave, të cilat e kanë ndridhur Vučićin ma shumë se çdo protest tjetër në këto 13 vjetë që e mban pushtetin. Mirë, në fakt, Besnik, faleminderit shumë që ishe këtu për të na përditësuar me gjitha zhvillimet që pritet të ndodhen dhe ka ndodhur natyrisht në rajon, po specifikisht në Beograd, atje dhe ku vjen kërcënimi zakonisht. Me Besnik Tahirin takojeni të shtunën, sikurse edhe me jona politike të shtunën që në fakt do i mbulojmë gjitha këto ngjarje. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë ne shkputemi tani me pak